E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju një zënkë, le të themi zënkë virtuale, që ka nisur nga Labinot Rexha me produksionin. Tani Labinoti tha që unë nuk do të kem zënga me produksionin, aty çfarë ka përfunduar, natën kur doli në studio dhe ishte në një farë mënyre shumë falenderues kundërdrejt rrugtimit që ka bërë në Big Brother dhe ndaj televizionit Klan. Por siç duket, momenti që Labi është larguar nga studio, është vrarë me padrejtësinë që i është bërë atij. Labinoti në fanpage-in e tij personal ka ndarë një shqetësim duke shkruar: produksion, duket se ende nuk më njihni mirë, do me thënë e ka bërë në formë kërcënimi kundërdrejt produksionit. Unë ju garantoj, thot, se nëse deri të hënën në orën 16 nuk publikohen votat reale, për të cilat unë kam prova mbi 60.000 vota, do të detyrohem të ndjek rrugë ligjore dhe të paraqes ankesë edhe në instancat ndërkombëtare, thot Labinoti. Nuk është e pranueshme që të bëhet një raund i dytë votimi me vetëm 5 vota për një person, kur një gjë e tillë nuk mbahet mend në historinë e këtij formati. Publiku meriton transparencë edhe sqarim të plot. Sa i përket debatit në studio, thot, unë jam artist me 30 vite karrierë dhe kam respekt për çdo koleg. Por respekti duhet të jetë i ndërsjellët. Kritika është normale, por duhet të jetë profesionale dhe barabartë për të gjithë. Unë nuk jam këtu për të ofenduar askënd, jam këtu për të kërkuar drejtësinë, transparencën dhe respektin për publikun që më ka dhënë mbi 60.000 vota brenda një nate. Dhe një gjë ta dini, ky edicion pa mua dhe Albën nuk do të kishte të njëjtën peshë, me respekt Labinot Rexha. Do me thënë, Labinoti, si që duket, është edhe i prekur jashtëzakonisht shumë me Olsa Muhamedin, me Alaudinin, me patjetër kuptohet, por edhe me qasjen që opinionistët patën për të ulë imazhin dhe për të denigruar në fakt fytyrën e Labinot Rexhës. Labinoti ka vazhduar debatet, ka vazhduar zënkat edhe për historinë e Elionës, edhe me babain e Elionës, duke thënë që Eliona është e rejshme dhe babai i Elionës është vërtet një kriminal, do me thënë duke akuzuar në mënyrën më të rëndë, por si që duket Labinoti kërkon drejtësi. Unë mendoj që Labinoti do të jetë transparent me publiku në Facebookun dhe Instagramin e tij në çdo gjë që produksioni do të merr masa dhe në atë që do të ndodh, për të kuptuar se si do të vijon çështja, a do t'i nxjerrë produksioni votat e vërteta, gjë që në fakt nuk i kanë nxjerrë asnjëherë, apo do ta mbarojë këtë gjë në heshtje.